Mirë se erdhët në Zebra. Debatin të cilin e kemi filluar pas vendimit të gjykatës kushtetuese se regjistri i hapur për pedofilë është shkelje e të drejtave të tyre njerëzore mbetet intensive, sidomos pasi që një pjesë të opinionit e parashtruan pyetja të drejtat e kujt janë më të rëndësishme, të fëmijët ose të pedofilëve. Prandaj edhe vazhdojmë këtë debat, këtë temë dhe e parashtrojmë pyetjen: a duhet qytetarët të kenë vëzhgim që ta shohin se kush janë pedofilet dhe a jetojnë ata në rrethinën e tyre, ose me këtë i shkelim të drejtat e njeriut, sidomos të drejtën e jetës private. Në studion e Zebrës si pjesëmarrës në debatin është zotri Dushko Minevski, kryetari Komisionit Shtetëror për Mbrojtje nga Diskriminimi, dhe zotri Dragiz Mijanac, kryetari Ambasadës së parë të fëmijëve me gjashi. Mirë se erdhat, mirë se gjetëm. Zotri Mijanac, vallë një regjistër i hapur i personave të akuzuar për pedofili do të ndihmojë për mbrojtjen e fëmijëve. A pajtohet me gjashi me një mas të këtillë? Pjesërisht. Pse? Pra ka një javë kishim dhunë në Koçani në Shtip 4 fëmijë në Karposh. Pra nëse regjistri qendror ka qenë garant për si mas parandaluese se nuk do të përsëritet dhuna seksuale dhe pedofilia, atëherë do të kishim fryt. Kjo është këndvështrimi i parë. Mendoj se u ndryshuan gjithashtu tezat, nuk mendoj se gjykatës kushtetuese e mbrojnë jetën private dhe të drejtat e njeriut të pedofilëve, por duhet të fillohet nga mbrojtja e integritetit dhe personit të fëmijët i cili është viktimi. Dhe nga kjo aspekt duhet të mendohet edhe për kufizimin e pjesërisëm të kufizuar, dhe ne pajtohemi me këto masa, pra duhet të gjithë institucionet shtetërore duhet të kenë ti shohin këto lista, ndërsa qytetarët sipas kërkesës së tyre, pasi që ndoshta ata mendojnë se në rrethanën e tyre jeton ndonjë pedofil, Ministria e Punëve të Brendshme mund t'u lejojë këtë me qëllim që ta mbrojnë fëmijën, mirëpo nëse qytetari ndërmerr ndonjë aktivitet kundër atij pedofili dhe e merr të drejtën në duart e tij dhe thjesht ndërmerr aktivitete të cilat nesër do ta sjellin atë dhe familjen e tyre para gjykatës, kjo është një rrezik që qytetarët ta ndërmarrin punën të drejtësinë në duart e tyre. Mendoj se mënyre kombinuar e regjistrit qendror me kastrim kimik dhe alkave elektronike gjithçka për përcjelljen e pedofilëve, se ku lëviz pasi që shumë raste të pedofilisë u dolën në kopshte të fëmijëve, në sporte, në kishat ortodokse dhe krishtere, mendoj se ne duhet të dimë se ku lëviz ky pedofil, ndërsa terapia mjekësore duhet t'i ndihmojë që ta kontrolloj vetveten që mos ta përsëris këtë vepër. Nëse përsëritet vepra, qëndrimi i jonë është se duhet të kemi dënim gjatë tërë jetës, ose në burg ose në ndonjë spital. Pra nëse ekziston një qasje të kufizuar ku qytetarët duhet që kenë të dyshojnë, pra nëse ka dyshim, ose nëse policia mund të informojë kur tërë procedura është në disa hapa se ajo nuk do t'i kthejë qytetarët, jo. Policia duhet të jetë obliguar, nëse në një blok, në një ndërtesë jeton ndonjë pedofil, duhet të informojë. Mirë po, unë nuk them që qytetarët mos ta marrin të drejtësinë në duart e veta. Pra një pedofilët duhet të njihen, por nuk duhet qytetarët ta marrin të drejtësinë në duart e tyre, pasi që institucionet shtetërore do të amnestojnë që të ndërmarrin masa plotësueshme. Nëse përsëritet vepra, atëherë duhet të ndërmarrin masa më rigoroze, jetë burg përjetësor, edhe pse në kodin penal ka një nen 158, duhet ta lavdëroj këtë qeveri pasi sistemet tona në një takim në mbledhje urgjente i dhënë rekomandim
parlamenti që të dyfishohen dënimet dhe kur rritën këto dënime atëherë pritëm që do të kemi një karakter preventiv. U pa përsëri se përsëritën këto vetra nga pedofilët dhe kur i përkrahëm nga regjistri qendror pritëm se do ta përmirëson këtë gjendje dhe shohim se për një javë kemi 6 raste të reja edhe regjistri qendror nuk mjafton. Unë mendoj se duhet të ndërmerren masat e Britanisë së Madhe, Çekisë, Polonisë, Korea e Jugut dhe mos të numëroj është kastrimi kimik dhe në këtë mënyrë këto shqetësime të pedofilit, libidoja e tij do të kontrollohen dhe kemi mundësi me kontrollin edhe televizjes së tij ta futim në kontroll. Pra pas vendimit të gjykatës kushtetuese, çfarë i mbeten prindërve si mbrojtës dhe kujdes të fëmijëve të tyre nga pedofilat, por edhe nga ata të cilët e përsërisin veprën të cilët jetojnë në afërsitë të tyre në rrethin e parë. Kolegu jonë më tha se kura e ka hapur dhe ka parë regjistrin në afërsitë të tij ka parë se një nga fëmijët e tij është pedofil. Ka thënë unë nuk do të bëj asgjë, por çdo herë kur do ta shoh pranë qerrë dhe shkollës, tereni sportiv, atëherë më ndizet alarmi. Problemi është shumë i komplikuar. Unë nuk dëshiroj ta mbroj vendimin e gjykatës kushtetuese, por duhet të shihet në mënyrë të sistemore. Pra shteti duhet të mbroj fëmijët të cilët nuk mund të mbrohen, nuk mund të angazhojnë avokat, nuk mund në kota thirin nënën dhe babën, dhe të gjithë forcat janë të koncentruar tek fëmijët. Por kur shqyrton gjykata kushtetuese duhet ta sheh në mënyrë komplekse. Kemi raste të vrasjeve brutale dhe njerëzit vjedhje shumë të rënda dhe njerëzit kanë një dënim të caktuar të burgut, dalin dhe janë të rehabilituar. Pra nuk është problemi i thjeshtë. Çfarë unë dua të them është se sigurisht që prej kur kemi hyrë në sistemin e ri, me njëherë sigurisht që ndodh diçka dhe neve na dolën pedofil. Jo, ka ndodhur kjo edhe në të kaluarën, por kjo ka qenë tabu, kultura, tradita ku gjithçka mbetet në familje, hesht motër, hesh nën, mos të tregohet, pra ka qenë një gjë më dramatike. Tani flasim dhe ballafaqohemi me situata shumë të vështira, mi tha zotri Zmianac. Kemi rritje të dënimeve dhe kemi përsëritje të veprave. Pra problemi është shumë kompleks, definitivisht si edhe për diskriminimin, ashtu edhe për pedofilin në shumë vende, shumë shtete bëjnë përpjekje të ndryshme. Kemi deklarata për të drejtat e njeriut dhe kjo është bazë për të gjithë deklaratat tjera. Ku thuhet se ne të gjithë lindim me dinjitet, liri dhe të drejtat të gjithë, por e dim se ka shumë shkelje të këtyre drejtave dhe nga një ranë gjykata kushtetuese ka dhënë një vendim, por në peshoren këtu pjesa më e rëndë është se prasista e Znamjanës duhet të ndërmarrë në masa më serioze, pra bëjmë një përpjekje fillestare. Tani kemi ndryshim të ligjit për regjistrin e pedofilëve, do të kemi edhe 2 masa plotësuese, të cilat nuk kanë qenë në të kaluarën. Pra institucioni qendror do të jetë enti për punë sociale, aty do të kemi të gjithë të dhënat. Gjithashtu edhe në vend se Ministrisë për Punë të Brendshme, pra ai pedofil duhet të paraqitet aty, pra ato do ta bëjnë përcjelljen. Ka edhe një dilemë rreth kësaj, nuk duhet të jetë pedofili futur në qendrën e regjistrit pasi që jetë i akuzuar, por duhet të futet pasi që të del nga burgu, që atëherë në nevojitet profili i atij pedofili, derisa është në burg 15 vjet. Pse të bëjmë drama rreth familjes, pasi që statistika thotë se 70% të fëmijët i njohin këto pedofili, janë të afërt rreth familjes. Paramendoni sa dramatike është ajo se babai i tij ose daxhi i tij do të jetë në regjistrin qendror dhe kjo është një problem për fëmijën si viktimë.
Pra krahas e regjistrit qendror, nëse nuk futen masa plotësuesme, ne nuk mund të kemi kontroll mbi pedofilin. Kjo është dëshmuar edhe gjatë kësaj jave, pra duhet të punojmë në mënyrë sistematike, por edhe diçka është më e rëndësi. Pra fëmijët nevojiten edukim plotësues për parandalim, për mbrojtje. Pra çdo heshtje është pjesëmarrje, edhe të fëmijëve edhe të moshuarve. Pra edhe nuk punojmë mjaft me fëmijët mbi jetën private, çfarë është prej ke mirë, prej ke keq, që si duhet të edukohet një fëmijë të tregoj se kush e shqetëson dikush në mënyrë seksuale, fëmijët duhet të dinë kur një fëmijë tërhiqet, çfarë ndodh me atë, prindërit duhet të jenë të sigurt se sa fëmia është më i vogël mund të gënjen, fëmia nuk duhet të jetë viktime si dëshmitar në policinë e qendër për punë sociale, pra ne duhet të kemi dhoma të mbrojtura, ku do të kemi një ekip dhe me video do të dokumentojmë këtë. Nuk mundet mbi insistim të mbrojtjes. Baba dhunues të ballafaqohet me vajzën i cili ka thënë që të kenë seks oral dhe kur e kanë kthyer në një qytet, mos ta përmendi nga Maqedonia Perëndimore, pasi që qendra sociale nuk ka familje mbrojtëse për të dhunës sociale, kanë bërë presion nëna dhe axha dhe kanë ndryshuar dëshmin, mos të ishte arsimtarja, pedofili akuzuar, nuk do t'i dënoheshte, pra ne nuk kemi kapacitet për t'i mbrojtur fëmijët. Ju kur i ktheni, ti ndërhyre pare se unë të ndërhyre, po ti nuk më lejon, vetëm të them edhe për në fund. Pa mbrojtje dhe shtëpi mbrojtëse, ku 48 orët, fëmijët të qëndrën aty, të fillojt procesi resocializimit, rehabilimit, do të kemi problem nëse fëmijët i kthejmë në vendin ku ka ndodhur dhuna, aty ku është përdhënuar ai fëmijë. Rasti me veteranin e kaluar Sasho, qendra jetë drejt që pra e ka shtirë vajzën në prostitucion dhe ai ka kërkuar që fëmijët të mbrohen në Lubanci dhe qendra vendos që të shihet me babën dhe baba i përdhunon me shokun e ty vajzën 6 vjet dhe 8 vjet ka marrë dikush përgjegjësi në këtë qendër, askush në Ministrinë për Punë Politikë Sociale, askush dhe pastaj baba nga Velesi, i cili i ka dhënuar 1 vjet, 4 vjet dhe 6 vjet. Është shumë e keq që gjykata nuk ma mundur të jep dënim më të madh se 15 vjet, pasi që ka trajtuar si një akt penal, jo që të japin 45 vjet, po 15 vjet. Prokurori publik i ka duart e lidhur, pasi që ashtu i trajtojnë. Një akt penal pa marrë parasysh sa fëmijë janë viktima. Kemi kapacitet në qendra që të punojnë në terren me këto fëmijë, por edhe me familjet. Ne flasim për gjendje pas ndodhjes, post festum, pra ne duhet punojmë para për prevencionin, ngritjen e vetdijes, këtu pajtojmë, por ka qasje të ndryshme kur trajnojnë fëmijët, nëse shihni modelin e Anglisë, ai shpirt është i prekur dhe është traumë. Pajtojmë znianët, duke përcjell gjërat, por vetëm përcjellni dhe nuk keni bërë asgjë. Do të bisedojmë se çfarë ju keni ndërmarrë. Ka çështje ku thotë se dhuna më e madhe, incesti, duhet të del nga këto aktorë. Këto janë disa çështje, kemi modeli italian të Beogradit, Kroacisë, por Fokuset presje treba da go stavime konkretno na ministarstvo. Pra ne duhet për qendra të jetë ministria, qendra për punë sociale, sigurisht që nuk do të shem nga dera në derë që të pyesim ne si ta Zmianas, në shkollat të kemi edukim dhe parashoj pyetja për krimin e shkollave për fëmijë, jo vetëm për fëmijët të cilët në raste të saktuar kanë konflikte dhe probleme, pasi të gjithë i kemi, i mshifim dhe jetojmë ashtu, i dallohemi njëri nga tjetri, por kemi shumë njerëz të cilat nuk din të jenë prindëra. Pra, ai duhet të di se çfarë do të thotë kur është fëmia nervoz, pra duhet ta gushën, për t'i japim 10-15 euro dhe mendojmë se kemi kryer punën. Pra, disa njerëz kanë fëmijë dhe nuk din të jenë fëmijë. Ata mendojnë se i ka sigura shtëpi, shkollë, jo më tepër. E lere më çfarë thotë Zmianac, por duhet të dim me qasje serioze se disa
disa prekje nuk janë të mira, se nuk mund të ndodhin ashtu se duhet të tregojnë, të bisedojnë mbi këtë temë. Ka pasur revolucion tek ne, a duhet të kemi arsim seksual ose jo, por ne vazhdojmë në mbi demokratizimin e procesit. Duhet ta fusim edhe atë lëndë në çdo nivel, mos jetë tabu. Dhe pastaj me masat pajtohem, se ndoshta regjistri është i pak, po regjistri është i domosdoshëm, regjistri ka edhe një avantazh. Да, той педофил е Ai pedofil обрежување është mirë që të rjetojnë, para se që ai mund të shkojnë në Tajland, në vend tjetër ta bëj akta pedal. Nëse është i evidentuar në Maqedoni, do të njihet në çdo vend. Edhe në hyrjen e pedofilia në Republikën e Maqedonisë. Kjo është në një И се извинуваме. Значи, збориме за нешто... Pra ne flasim на се што имаме, нели, напред да речеме. pa marrë parasysh a kemi arritur avancitë të teknologjisë, rrallë dikush i qeli ato regjistra. Анализирајќи Duke analizuar, duke biseduar me shumë kolegë, edhe sot kisha një kontakt me drejtoreshën e klientit të Republikës dhe me shumë kolegë, pra duhet të dim se ekziston regjistri dhe këtu nuk kam shumë emocione edhe për familje, por nëse ai si person, Значи, мора да ја чувствува таа чувствена вина да има. pra duhet të ketë një faj, duhet të kemi kombinim хемиска терапија. mbi terapisë kimike dhe psikoterapi. Pra, së dyti, pedofili jonë këtu në Maqedoni, në krahasim me pedofilje të botës, ka dallime. Aty flasim për njerëz me inteligjencë të lartë, pra këngëtar, muzikant, arsimtar të fiskulturës, këtu flasim për njerëz pra nga 20 deri në 40-50 vite. Edhe këtu nuk ka ndonjë situatë të ngjashme. Pra, nga zonat rurale vinë më së shpeshti njerëz të cilët nuk kanë arritur që të strukturohen si njerëz të pjekur, të cilët kanë deficit. Ata janë të vetmuar. Zakonisht janë meshkuj, rrallë ka femra, dhe se janë vajza prej 10 deri në 12 vjetë. Viktima janë vajzat dhe djemë. Pra këto janë të dhënat kryesore, pra pikë së pari duhet të kemi shkolla për prindër, ku temë serioze do të jetë edhe kjo, se si do të mbrohemi. A e keni këtë si projekt të përgatitur? Si ide në ministri, po, për akoma nuk e kemi, ne kemi shumë ndodhi, si që janë dhuna të ndryshme, konfliktet në familje, kështu me radhë. Pra kujdesi shumë i vogël i fëmijëve, pra krahas shkollës, integritetit, obligimet të rregullta. Kjo nuk është hera e parë që e them në Maqedoni në përgjithësi. Pra kemi një anashkalim emocional, pra njerëzit nuk i njohin dhe nuk i japin emocionet, pra këta fëmi presi që të ma pyesin çfarë ka ndodhur me ty, pra jo me orë, por në një kohë të caktuar të kohës të bisedoni me mobilin kemi përfunduar, nëse pyes alo ku je, po shkruajmë detyrat të shtëpisë, ato bëjnë koktel party me vodka, luajnë loja të ndryshme, prej këtu fillojnë problemet. Problemi është serios, definitivisht nuk mund të themi jo, por bëjmë përpjekje maksimale si ministri, mjafton mirës që kemi sektor civil, pasi që në sfera nuk të gjithë nuk kemi aq oje që si që është media shi, pra kemi një dim nga ky sektor, por kjo nuk do të thotë se vetëm një institucion duhet të zgjerohet, pra procesi duhet të zgjerohet, pasi që në çdo veçëverisje lokale duhet ta plotësojmë problemin, ta gjejmë problemin. Pra, duhet të vazhdojnë me problemet infrastrukturore në veçërisjet lokale, por duhet të shohin se çfarë ndodh në familjet e tyre. Pra, kemi probleme të ndryshme, konflikte, dhunë, drogë, handicap në familje, gjendje të ndryshme me dhuna të këtilla. Pra nuk mund të jemi të qetë. A keni bërë një revizion në ministri pas këtyre gabimeve kardinale të cilat i kanë ndodhur qendrave për punë sociale? Pra do të krijohet një mendim të gabuar. Nuk është me gjë si dorë e vazhduar. Tani agjenda jonë është agjenda e qeverisë. Është mirë kur problemin e fusim në majë të agjendës, se qeveria si organ ekzekutiv duhet ta zbatojë atë. Por më vjen keq kur shteti nuk i zgjedh problemet si që ishte në fshatin Labuni ishte, për shembull, unë duhet të jem preciz. Kur ai ginekolo ka thënë se asaj vajze ka largim të membranës himenale dhe në 22:45 ta ndal
dritën dhe të futet në shkop dhe të gjithë qendrat tregojnë se nuk ka përdhunim, ndërsa dy forenzik tregojnë se ka edhe në dy periudhe të ndryshme dhe kur gazetarja nga Fokus Miroslava Simonovska mundohet nga 22 dhe 23 janar të gjej regjistër se çfarë ka ndodhur në Ohër në policinë në Ohër, pasi që nuk i japin këto të dhëna, pasi që mund të preket integriteti i Republikës së Maqedonisë dhe ne e dyshojmë, ndoshta opinioni nuk mund ta sheh praktisiu ka ndodhur kjo gjë me atë vajzë. Këtu nuk përfundojmë. Na besoni, ky rast duhet të vazhdohet për arsye të rrezikut të caktuar, unë nuk jo vetëm që të përsëritet, por edhe të kemi tregtim me fëmijë dhe me njerëz. Не се знае како е настанала. Pra akoma nuk dim se si është lënduar ajo vajzë. Ndoshta nuk ka qenë keq përdorim seksual, ndoshta me qëllim dikush e ka Загрижува што секретарката која го пријави случајот Сенада Вешкими dhënuar. Por sekretaresha dhe e cila e shpalli këtë тоа беше многу storje u tërhoq. Dhe kjo ishte një shembull shumë pozitiv, pasi që njeriu nga institucioni e tregon këtë rast, ndërsa nëna kur flet e dhunoni ju fëmin, ajo ul tokën, ka thënë unë nuk do ta jap vajzën për 50 deri me 100 euro. E pse ajo nën me njëherë pas atij rasti shpërngulet nga ai fshat. Каде е сега тоа Dhe ku është ajo vajzë tani? Çfarë ndodh me kjo vajzë? имало нешто што ние Sigurisht që ka pasur diçka që neve nuk e dim dhe pse kemi kështu lëshime kardinale në procedurat, ku gabojnë institucionet. Qendra nuk mund të di a është dhunuar dikush ose jo. I kemi forenzikët të cilët e vërtetojnë këtë, qendra duhet ta mbroj fëmin ose personin e moshuar nëse nuk mundet vetë të kujdiset. Ky është roli primar. Si edhe në organet e MPB-s, edhe në shëndetësi, edhe në arsim, edhe në Ministritë për Punë dhe Politikë Sociale kemi njerëz profesional dhe jo profesional, por ka kaluar koha e fshehjes, kemi institucione siç është komisioni im, komisioni për mbrojtjen nga diskriminimi, prokurori publik me cilin kemi bashkëpunim, komiteti i Helsinkut, pra duhet të animohen, të tregojnë rastet dhe të ndërmerren aktivitete, pra mund të kemi zgjedhje rreth kësaj.